E quajnë rruga e fushave sportive, sepse në fund të këtij segmenti ndodhen fushat e futbollit ku stërviten ekipet e moshave të vllaznisë, por kjo rrugë ka një funksion shumë më të gjerë se sa thjesht një akses për sportistët. Ajo përshkon një zonë të tërë informale të banuar në Shtojën e Ri, duke shërbyer për qindra familje dhe dhjetra biznese. Prej më shumë se 30 vitesh kjo rrugë mbetet në të njëjtën gjendje të mjerueshme, me gropa, baltë dhe mungesë totale të infrastrukturës rrugore. Situata përkeçohet ndjeshëm, sidomos gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit, kur rreshtit e shiut e kthejnë atë në një terren të pakalueshëm, ndërsa në verë banorët përballen me pluhur. Ata kujtojnë se kjo rrugë është vetmja lidhje me qytetin, ndaj edhe kanë kërkuar disa herë rregullimin e saj, por pa rezultat. Këtë rrugë kena shumë problem. Sa herë bjen shi, mos me kalu as kamas, edhe makinat të damtohen. Fëmijët nuk mund kalojnë me shkon në shkollë prej ujit e prej pusave. Kështu se shumë problem është. 30 vite rruga që është. Po punu asisen. Janë edhe fushat sportive, vinë makinat po do njerëz bëhet këto det. Me po i kanë po të tonë, gjën s'kan bën. Veç qindra familjeve dhe bizneseve që përdorin për ditë këtë rrugë, ajo shfrytëzohet edhe nga dhjetra të rinj të pasionuar pas futbollit, të cilët çdo pasdite vijnë nga qyteti dhe zona të tjera për të stërvitur në fushat sportive që ndodhen në fund të segmentit. Me një fluks të konsiderueshëm përdorësish, kjo rrugë nuk ka pse të mos jetë një prioritet për ndërhyrje nga ana e Bashkisë së Shkodrës.